Coach, very interesting game, very tight game, very beautiful game. It went to overtime. What decided the game tonight? Congratulations to Vlasnimi, first of all, on the title that they won in Liga Unique. Of course, congratulations to their win today. Clearly, this decision was that we didn't score nothing from 3-point. We had so lot open 3-point shots that we didn't score nothing, and they lived from there. Free throws, I'm not sure also, maybe we missed few at the end when the game was equal or plus few points for us, but in general we didn't score nothing from 3-point shot. Absolutely nothing. Our best shooters, very simple. I'm not blaming them, of course, they were fighting everything, but this is one of the reasons why we didn't win. Okay, we don't have nothing to lose. I think we put good show here today in this great atmosphere, and we will continue to fight the last games of the season. Thank you very much. I am Derit and I wish everyone who celebrates happy Bayram. Okay? Thank you. Pra, ajo që e tha trajneri Rakočević është se arsyeja e humbjes sonte është jo efikasiteti i mirë nga tentimet për 3 pikë, huqja e gjuajtjeve të lira po ashtu. Tha kemi pasur shumë treshet të lira, nga pozita të lira, i kemi huqur, nuk dua që t'i fajsoj lojtarët e mi, gjithsesi kemi luajtur mirë, po kjo ishte edhe arsyeja e humbjes. Fillimisht e ka uruar Vllaznimin për fitoren e titullit të kampionit të Ligës Unike, tha po ashtu edhe për lojën dhe fitoren e arritur sonte, ndërsa nuk harrojt pra edhe të uroj festën e Fitër Bajramit të gjithë atyre të cilët e festojmë pra besimtarët e fesë islame. Dhe tani pranë nesh e kemi edhe trajnerin Jeronimo Sharin. Coach, very tight game again. You went to overtime after the final in the Liga Unike. Tonight also, did you celebrate a lot these last 2 days? And what decided the game tonight? I mean, when you see my bench, when you see the situation, Anderson is injured, and after 4 minutes, Azemi get injured. We just try to saving the team, to come to the playoffs somehow. But this team got a winning mentality, and they don't want to lose. They resist to these lost games, and they just want to play hard and show the hearts. We were much smarter, let's say, especially the last quarter, and doesn't matter that we are really tired, that we play this overtime in the final. A lot of emotion goes out. We again show that we can do some great things. I even scared what's going to happen when we will be complete. Okay, next game, Wednesday, I think, with Golden Eagle Uli. Again, you met them in the quarterfinals of the Kosovo Cup and then semifinals. Lost Wednesday in Liga Unike. This time again Wednesday, this time in Suareka in Tirana against Uli. I really don't know what to say. We beat them 5 times in a row, but for me this is the best team in the league at the moment. How they play, I mean, maybe not the best, we are the best, but they are the strongest at the moment. And we really don't know who's going to be in our roster for that game. But whoever play, I mean, everybody saw today I play with Bedra and Cingu, we still won. Whoever going to play, we will try to do the, let's say, miracle and try to win it, but they are really, ahead of us with the roster at the moment. Thank you very much. Thank you. Pra, trajneri Jeronimo Sharin tha që sonte e fituan lojën për arsye se lojtarët e tij e dëshëm fitoren, luftuan dhe thjesht po refuzojnë që të humbin këto ndeshje të cilat janë të humbura, po gjen atë shpirtin luftarak për të luftuar në fund. Ta e pata ne nuk e kishim sonde Andersonin, i cili u lëndua në finalen e Ligës Unike në fund. Tha pas 4 minuta e humbëm edhe MVP-n e finales e Ligës Unike, Arjan Azemin. Megjithatë, pra rezistuam dhe luftuam deri në fund, e fituam
këtë duel. Në pyetjen se tash të mërkurën do të takohen po ashtu me Golden Eagle Yllin, me cilin u takuan në çerek finalen e Kupës së Kosovës dhe eliminuan dhe së fundi të mërkurën e kaluar në gjysmë finalen e Ligës Unike. Tash pas një jave të mërkurën e ardhshme do të takohen me ta në kuadër të Procredit Superligës, një ndeshje direkte për pozitën e 4-56, të cilën po e luftojnë së bashku me PEN. Tha momentalisht Golden Eagle Ylli e ka skuadrën më të mirë, po e luan lojën më të mirë në ligë, janë duke bërë mrekulli. Mirë po tha, ne gjithsesi përkundër mungesave do të dalim në parket, do të luftojmë dhe do të mundohemi ta bëjmë më të mirën. Në këto qaste, ndeshja në Karagash po vazhdon PEA Sigal Prishtina, fitore e vllazнимit pas edhe një vazhdimi loje e cila shkoi në vazhdime pas asaj finales së Ligës Unike, definitivisht pra atë që thash edhe gjatë komentimit, që kjo pranverë e Procredit Superligës është bërë fantastike basketbolistike. Gjira e 27 na pret gjatë mesjavës dhe vikendin e ardhshëm përfundon edhe pjesa e rregullt e kampionatit. Betejë dhe lufta për 2 pozitat e para mes Bashkimit Trepçës dhe Sigal Prishtinës është bërë super e nxehtë, ndërsa 3 skuadra tjera, pra Golden Eagle Ylli, PEA dhe vllazimi po luftojnë për kualifikim sa më të mirë nga pozita e 4 deri në pozitën e 6. Natyrisht pozita e 4 është e mirë se ardhmë pasi do ta sjell edhe përparësinë e terrenit vendor në rrethin e parë, pra në çerek finalen e Procredit Superligës. Nga Una Gonfemiu dhe ekipi realizues Effect Media, kaq për sonte, ju vazhdoni të qëndroni më tutje me Art Motion, e mos harroj nesër mbrëma në asist kupa vjen të vendi kupave, Liga Unike, vllazimi do të jenë mysafir Ideal Bakia, Shkumbim Kumrova, Don Poloshka, Fantastik Sonte dhe kapiteni Atikoshi.